fillosh që ta aplikosh një skemë të dytë tash. Dhe kjo gjë e cënon besueshmërinë e skemave të tilla. Sigurisht, sot u dhanë edhe premtime të shumta për pensionistët. Një nga ata është edhe vendosja e kartës së konsumatorit. Çfarë është kjo kartë? Sot që flasim, domethënë pavarësisht se është premtuar para disa kohësh që do të hiqesh për mallat e konsumit, do të hiqeshin TVSH-ja, pra tatimi mbi plerën e shtuar, kjo gjë nuk ndodhi. Ne sot vetëm që nuk është hequr, domethënë por është shtuar TVSH-ja. Sot e kemi 20%. Sot që flasim për çdo lloj produkti që ne bëjmë kur ulemi poshtë tek minimarketi apo supermarketi, ndash një ditë të qumësh për çdo gjë, në atë shifrë llogarisni që keni edhe 20% që e pagoni për taksa. Në rastin konkret, secili nga këta që quhen me të ardhura të ulta në ndihmë ekonomike, pensionist, pra të gjithë grupet vulnerabël të shoqërisë, do të pajisen me një kartë, e cila është një kartë për konsumatorin. Dhe automatikisht nga kjo kartë, sikurse kur shkojmë po themi tek një nga këto supermarket që kanë kartat për kace, automatikisht në emër të X-it apo të Y-it do të do të alokohet 20% i vlerës që ka paguar për taks. Pra, një person i caktuar do t'i hiqet kjo shumë dhe i shkon në fondin e vet që në fund të muajit kur të marrë pensionet ose në fund të vitit kur do të mbyllet e gjithë sasia, kjo përbën një shumë të përhapur me rikthim të VSH-e mund të themi pak a shumë të total. Pra mund të themi rikthim të VSH-e siç ndodh edhe në shtetet e tjera që në bazë taksave, në bazë varet shpenzimet dhe rikthehet një shumë. Pra, po vendoset, po tentohet të futet një frymë e re, pa parë ndonjëherë në vendin tonë, por implementimi i saj, mendoni që do ketë impakt në atë të cilën Partia Demokratike e ka cilësuar si emergjente, zhdukjen e mjerimit? Shikoni, në momentin kur neve nuk do të kemi më njerëz të cilët do të marrin pagesa për mbijetesën e tyre mujorëve nën 200.000 lekë, sigurisht është një premisë shumë e madhe që këta njerëz të mos kemi më për atë që quhet nivelet më të domosdoshme të mbijetesës. Sigurisht shoqëria njerëzore gjithmonë evolon në kërkesat e saj dhe fut në standardet e veta atë që më përpara nuk e ka pasur. Patjetër, po të çon edhe drejt një dembelizmi se thotë i kam të siguruar këtë para nga shteti im dhe mund të tentoj të punoj në zezë ose sigurisht janë edhe këto artificet të cilët e kemi parë më së njëherë, po i shohim edhe sot në fakt. Po, ky është një element të cilët ne mendojmë që dy do të jenë efektet që do të ketë kjo. Së bashku me eliminimin e taksave të staggered, domethënë të diferencuara, që kur thoshte Vollëm, pak kjo lloj takse kështu e ndryshueshme më bën mua që të paguaj më pak taksa se sa sekretarja ime. Edhe këtu domethënë duke qenë se këto janë jashtëzakonisht shumë të ndryshueshme dhe shumë të sofistikuara, kompanitë të cilët kanë mundësinë për të paguar financier, i bën ato që të evadojnë një pjesë të mirë të taksave. Në rastin konkret, së pari e mbi të gjitha nëse ti vendos një minimum jetik, e i bën njerëzit më kërkues në tregun e punës. Pra ti nuk mund të shkosh dot më si njeri i cili shikon po vi sepse fëmijët e mi po më vdesin për bukë nëse nuk më mban ti. Nuk ka rëndësi nëse më jep kesh në dorë, më jep me llogari, çfarëdo që të më jep, po thjesht më jep diçka që unë tu jetoj që të shkoj të jap fëmijëve. Vetë kushtet për kace nuk ta lejojnë një lloj. Pra, që kur fillon edhe negocion mbi një standard dinjiteti. Sigurisht, pasi zoti Sulja, po t'i rikthehemi, po t'i thrasim kujtesës, shumë persona, shumë familje në nevojë në Shqipëri janë penalizuar pse kishin një televizor. Kjo është skema e ndihmës ekonomike, kjo është një tjetër element jashtëzakonisht shumë i çuditshëm. Domethënë, ajo që ndodh sot me skemën e ndihmës ekonomike, asnjëri nuk e di sot që flasim se çfarë kriterësh janë ato që të përfshin ose të përjashtojnë nga skema e ndihmës ekonomike. Pra, presupozohet që janë rreth mbi 60 e ca, si thua, indikator, ku përfshihet pasja ose jo televizorit, sa dhoma, sa banjo, biçikletë, televizor me ngjyra, por asnjëri nuk e di nëse televizori me ngjyra ka më shumë pikë se sa një dhomë me korridor apo më pak pikë. Asnjëri nuk e di. Domethënë në momentet të caktuara në funksion të fushatave të ndryshme politike dhe zgjedhore, rritet, si thua, gjymërlliku i administratës dhe përfshihet edhe një grup tjetër të cilët më përpara direkt me datë 12 përjashtohen përsëri sepse është tek të cilën e lëviz dikush në administratën qendrore dhe asnjëri nuk e di
se me çfarë përmasash dhe kriteresh dhe sa janë këto indikatorë, por për të është bërë një debat shumë i gjerë, është bërë dhe debat në parlament, dhe ata kanë pranuar në një farë mënyrë që ne nuk e japim këtë, sepse është një lloj sekreti që